Në këtë fundvit, kryetari i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, u takua me qytetarë të kësaj komune për të bashkëbiseduar për arritje dhe sfidat që përcollën këtë qeverisje gjatë vitit që po lëm pas, por edhe për planet e vitit që vjen. Fillimisht, kryetari Sfarqa tha se komuna ka arritur që masë 97% i realizoj obligimet buxhetore në të gjitha kategoritë buxhetore, e në veçanti nga investimet kapitale. Sfarqa ka thënë se gjatë këtij viti, komuna ka pasur një buxhet prej 26 milion euro, i cili ka qenë i përshkruar nga grantet qeveritare dhe të hyrave vetanake, ndërsa për këto të fundit, ka thënë se planifikimi prej 4,2 milion eurove si të hyra është sjellur në vështirësi nga vendimi i qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Në kuadër të hyrave vetanake, ne kemi pas dikon 4.200.000 euro planin për ta realizuar, i cili afërsisht do të realizohet, por për shkak të pengesave që janë paraqitur me rastin e marrjes vendimit për faljen e borxheve nga qeveria e Republikës Kosovës, të cilat me faljen e tyre dhe pas përfitimit tek në fund të këtij viti kanë filluar që t'i përgjigjen kërkesave tona për përmbushjen e obligimeve të tyre ndaj shtetit dhe ndaj kësaj kategorie kështu të tatimit në pronë, për cilën ne... Sfarqa foli edhe për projektet kapitale, ku tha se gjatë këtij viti janë realizuar 44 projekte kapitale, ku përfshihen projektet e rrugëve, ujësjellsve dhe kanalizimeve, të cilat sipas tij janë bërë me një standard të lartë. E kur radha ju erdhi pjesëmarrësve, kërkesat dhe pyetjet ishin të shumta. Banorët e fshatrave dhe zonave të ndryshme të Ferizajt patën shumë probleme që kërkuan zgjidhje nga pushtetarët. Na tim Balogja Ibrahim Ademi. Edhe veç fjalën që po tham Ibrahim Ademi ju e dini fort mirë se kush pyetja ju. Pyetja ju neve na është rregulluar rruga me 4 korsi, një kon mes është vendosur një mund i permitit. E kom thonë një herë për përsëris prapë. Për juve gjithë që kaloni në të rrugë, është punë shumë fenomenal. Kaloni ka pikë problemi. Për neve që jetojmë që aty, në ka pamundsu jeta. Unë e frikon të fakultet të krynë. Asë njone smi jam nuk mundë me hinë punë. Vojta jenë të gabuni 6 mujë në qytë, 3 mujë nëmë, 1 mujë në komunë. Për unë para juve, para sot e juve, e sot si vojta jem shëtitit poshte për pjetë, veti 6 milion, një pensioni 104 euro kam, a dinot për forë. A për vjetë fëmija minë në hemë rana ju, a për vetëm të qëtë, ku shiko familjarë të ju, njështë një më në shusë. Pyetja i për zoti kryetar është pse nuk është ndërtu spitali i qytetit dhe pse është humbur donacion. Unë e shoh që një anomali në tranzit Kosovë, një po më interesant në komunën tonë përgjatore, është një proces totalisht me nëjë manipulu, ose për nivelleve cilet nivel tash suhet të përcaktojnë në të jo. Unë e shoh në shatin tim, është procesi plotësisht diskret, i pasqaruar mirë, domethënë ka qenë në një nivel ngusht i organizuar, rrugët janë përveçuar në vendosjen e emrave, janë personalizuar, konkretisht nuk flas edhe me emrin. Se nuk kemi hapur vende të reja të punës, përpos atyre me Caritas dhe në kontroll të vepër. Kemi projektuar 3.000 vende të punës, që deri më tani i shkondosh të plotësohen 1.500 vende të punës. Jam Nazim Ibrahimi, student në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë. E kam dy kërkesa faktikisht, pa veç me më shumë kohë. Spori në bibliotekën e qytetit Ferizajt dëgjohet shumë zhurmë. Kur po thonë dëgjohet shumë zhurmë, jo më një marrë sot që janë festat e fundvitit, mirë pa janë dëgjohet çdo ditë gjatë ton vitit për shkak të shitëve të CD-ve që janë pranë bibliotekës. Pasi dëgjuan këto dhe shumë kërkesa të tjera, drejtues të pushtetit lokal patën edhe përgjigje veç e veç. Ata thanë se shumica çështjeve të ngritura figurojnë edhe në pozicionet buxhetore të vitit të ardhshëm.